Tani këto janë budalliqe që unë nuk kam takuar në asnjë moment asnjë personalitet të krimit, kështu që këto janë, nuk e di nga dalin, janë muhabete kot dhe pa diskutim që jam i keqardhur që mbledhja e kryesisë është vendosi komplet fokusin nga protesta tek diskutimet e brendshme. Nëse ka kishte mendime të ndryshme, ajo që di t'ju them është që do ecim përpara, çdo ndryshim nuk vjen pa sakrifica dhe pa reagime dhe pa përplasje, do vazhdojmë të ecim përpara, çdo akuzë dhe çdo idiotësie do t'i përgjigjemi me fakte konkrete dhe me emra konkret, qoftë edhe budalliqe në qendra I kam thënë gjithçka që kisha për të thënë në mbledhje. Vendimarrja e Partisë Demokratike, e cila ishte e paqartë në shumë situata, bën përgjegjës. Ju kujtoj një rast saktuar në zgjedhjen e ish-presidentit Bamir Topi, në momentin që 6 deputet të Partisë Socialiste votuan për presidentin e asaj kohe, pati dorëheqjet me njerëzime. Ne nuk mund të rrim peng I interesave personale dhe të paktën dy Një pyetje, do lutem me këtë që thatë, ju po bëni përgjegjës flamur nokën për mbledhjen e firmave ndaj Endri Shabanit? Shiko, unë po bëj përgjegjës drejtuesit e Partisë Demokratike për paqartësinë strategjike në vendimarrje caktuara, sepse kam folur në strukturë dhe tani nuk dua ta zhvendos vëmendjen. Kam folur brenda kryesisë, kështu që po ju le që të diskutoni. Po deputet të kanë akuzuar në mbledhje që ke telefonuar për të mbledhur firma për Endrit Shabanin. Edhe luftrat punike unë I kam zhvilluar, edhe firmat për Endri Shabanin I kam firmosur unë që jam deputet. Ngutje sipër ose në një moment emocional, kur ishte çështja bashkisë Tiranës, të lutem. Ta mbaroj, po, prit. Mleni ta mbaroj. Jo, sqaroj, është gjë shumë e thjeshtë, sqaroj. Keni parasysh, shumë njerëz, po them, shumë kolegë të mi, nën emocion, pse Shabani kishte ofruar si mbështetje ndaj kandidatit të përbashkët të opozitës, mbase janë ndikuar. 15 vite opozitë ndaj Partisë Demokratike. Ata mbaroj, Mleni te mbaroj. Pra, ju sqaroj, është një ndjesë. U zhbën me 12 ditë. Tani kam një pyetje të përgjigjem ty apo ti. Duroni, keni durim. Atëherë. Na ka telefonuar Vin Saliani për shembull. Po, ju a them unë. Sot mbledhje kanë thënë 5 deputet që I ka telefonuar dhe pranoi dhe vetë Saliani. Madje ka gojdhëna që vetë Grida është negociatorit e Rama për Endri Shabanin. Gojdhëna? Ka gojdhëna. Tani, kjo është histori që nuk I intereson. Ju sqaroj. Flamur Noka. Një sekond. Flamur Noka. Në cilësinë e sekretarit përgjithshëm Partisë Demokratike dhe të deputetit. Ka debatuar me çdo firmëtar, ka qenë kundër dhe është kundër. Flamur Noka ka një vullnet të shprehur tek Adriana Kalaja, Bestim Dërgjoni dhe anëtarët e tjerë. Flamur Noka, po e përsëris, ka qenë kundër dhe ka debatuar me çdo firmonjës dhe në mbledhjen e grupit kam qenë nga të vetmit që kam kërkuar llogari për këtë gabim që është bërë. Ky është qëndrimi imi personal në raport me këtë çështje që po thoni. Por për sa I përket qëndrimit politik të partisë, ne kemi kërkuar ndjesë për një firmë e cila ishte për një fazë praprake, po jo për seleksionim kandidatësh, dhe ju mediat keni një ndikim jo fort të pakët në këtë gjë, duke e paraqitur si fakt. Jo fakt. Jo fakt. Parlamentare nuk është e nevojshme për tu dëgjuar në Komisionin e Ligjit dhënia e firmave, ndërkohë që ju I keni dhënë firmat në atë fazë. I keni dhënë firmat ju vetëm në atë fazë, por dhe me datë 2 dhjetor. A mund na sqaroni Elda, e përshëndes. A tregon kjo që nuk e keni Elda. Tani çdo kush, shiko, t'ju sqaroj një gjë. Çdo njëri nga kolegët e mi firmonjës ka kërkuar ndjesë dhe po kërkon ndjesë. Për një gabim I cili u tërhoq, sepse do t'i themi shqiptarëve një gjë. U tërhoqën me datën 2, po ju them unë, me datën 2 dhjetor. Kreu I grupit parlamentar, në emër të grupit parlamentar, me vendim të grupit parlamentar, ka dërguar një kërkesë në Kryesinë e Kuvendit ku kërkon të tërhiqen firmat dhe aty të kjo kërkesë është çdo firmë e çdo deputeti të Partisë Demokratike kërkon
tërheqjen e firmave. Neni 72, i rregullores kuvendit. E them për shqiptarët se ju besoj dini, saktëson se deri në momentin që një dokument, një akt normativ apo vendim shkon në kuvend, deri në atë moment e drejta është për ta tërhequr. Pra, të lutem. E dim ne që kemi narkosin, këtu ke drejt. Ne e dim që kemi narkosin. Atëherë, ju thoni shqiptarëve, ju thoni edhe ju mediat shqiptarëve që narkosi kishte vendosur zgjedhjen e Endri Shabanit dhe me apo pa firmat u tërhoqën. Ligji dhe rregulloria njeh tërheqjen. Ju tani ju po bëni avokatin e narkosit. Jo. Partia Demokratike dhe ju personalisht e keni përmendur prej vitesh Suel Qelën me emër. Në mbledhjen e kryesisë sot është përmendur Suel Qela mes jush. Antarë të kryesisë mund të kenë takuar Suel Qelën. Pse duhet që në Partinë Demokratike në kryesi të diskutohet emri Suel Qelës për takim me antarët e kryesisë? Ju a themun, u diskutua sepse kemi pasur ankesa që nga Elbasani që Suel Qela është angazhuar për të telefonuar, pra për të kësënuar dhe shantazhuar demokrat që të mos merrnin pjesë në foltorin e Sali Berishës dje, por të marrin pjesë në një foltore tjetër të nesër me të pasër se nuk e di datën të saktë. Kush e bën foltore? Këtë po ju them kaq. Dhe këtë gjë sigurisht ky është një shqetësim sepse çfarë është? Pse po ne kemi bërë publik me kohë. Ne kemi thënë që kundër Partisë Demokratike është regjimi i Edi Ramës, janë kartelet dhe një nga kartelet që kërkon këtë gjë është ai i Elbasanit. Ne jemi në luftë hapur me të. Ju jeni dëshmitar, po ka një njeri në këtë tokë pas Sali Berishës që ka drejtuar gishtin ndaj karteleve dhe ndaj Suel Qelës, si njeri të përfshirë, jo vetëm trafiqe, por edhe në pazaret pista dhe elektorale me rilindjen, është Flamur Noka. Dhe ju jeni dëshmitar, se në ekranet tuaja kam bërë unë këtë betej pareshtur prej disa vitesh. Por unë nuk mund të, kjo s'më ndalon dot që ta them dhe brenda, kur unë kam informacione që kjo po ndodh. Dhe kjo është, shikoj, jemi Parti Demokratike, ne diskutojmë çdo gjë. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Me që jeni Parti Demokratike, mund të bëjtë një pyetje, Sofi Rallë në PDK